Hoxhë ndrum, vlera e atyreve që ua mësojnë tjerëve Kur'anin, hoxhë xhallarët, por nuk është patjetër me konë hoxhë, që ua mësojnë tjerëve Kur'anin. Allahu ka thonë Kur'an, wa ahsin kama ahsan Allahu ilejk. Ban mirë si që ka bo Allahu mirë me ti. Ban mirë si që ka bërë Allahu mirë me ti. Tash, me shka me bo mirë? Me atë që ka të ka thonë Allahu. Ti të ka thonë Allahu të ka mësu me qenë gazetarë. Ti në këta duesh me kontribuën. Ti të ka thonë Allahu pasoni, ban mirë me pasori. Ti të ka thonë Allahu ditori, ban mirë me ditori. Ti të ka mësu Allahu me mësu Kur'anin. Mësojve dhe tjerve. Se Kur'ani është fakt se e donë përpjekjen tane ti me bon, vetë me munduën, por edhe është një dhënti prej Zotit. Se gjdo kuj nuk e jep Allahu këtë mundësi. Unë thashe edhe më përpara e përmena. Edhe ato njerëz të cilët kanë këtë problem psikologjike kanë, që pikjet sugestive, a më bon hafizat e Kur'anit. Bon hafizat e Kur'anit. Tash, kur i bon hafiz i Kur'anit, jo mundal ati. Mundal me o mësu tjerve. Muhamedi a.s. Sahabët i ka këshilu gjithmonë me mësu njëri tjetrin Kur'anin. Edhe deri në kohën e Othmanit radiallahu anhu, Kur'ani është mësuar duke mësu njëri tjetrit përmendsh. Në kohën e Osmanit, Henez është shkrujt dhe është të bu Kur'ani. Për çka? Nga frika se mos më humbet Kur'ani. Atëherë kanë filluar në Kur'anin me shkrujtën edhe me u bon si mosaf, sikur që e kena në ndorë. A më deri në atë kohë është mësu përmendsh. E kanë mësu njëri tjetrin. E tash ndër hadithet, që nuk janë të shumë, të janë shumë pak të shka i ka motivu Resulullahi sahabët. Edhe faktikisht edhe neve në ka motivu për mësu tjertë, që ka thonë, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin edhe ua mëson të tjerëve. E mëson Kur'anin edhe ua mëson të tjerëve. Po du me të regu një rast tash. E ki dëgju për Hafiz Baram Ajetin. Ka qenë lexues i mirë i Kur'anit, hafiz i Kur'anit. Baba i tij ka nxjerr shumë hafizllar. Edhe ki Hafiz Barami ka nxjerr shumë hafizllar. Nga ka qenë këto? Prej Likove janë. Nga fshati Likove janë. Të di hafizllar kanë punu në këtë drejtim. Shumë Allahu i shpërbleft, inshallah, jo ban me atë Kur'an që e ka mësu varën e tyre dritë. Edhe kur ishte puna për të hiun e imam, edhe po më thot një herë, tha dëgjova se s'po hi imam. Thash, jo bese i kam fëmijët e vogli, duhet njerë me punu, me bon shtëpie, pak me rrish fëmijët. S'mujt tash me hi se duhet me punu. Më ka pason një fjalë. Tha, mbaje mirapin, mësoja njerëzve Kur'anin. Këtë fjalë e kam prej ati, edhe ajo bon shkak shka unë hina imam atër. Tha, në xhami, tha, nështë askia rogë, apo pak rogë, tha, po rëski ka me të ardhë për skajnët Kur'anit. Edhe faktikisht unë hina imam, një vjet a dy s'ka morë rogë, por në atë kohë kam ndërtu shtëpi. Në atë kohë kur s'ka morë rogë, kam ndërtu shtëpi. Ka ardhë, asel rëski, asel bereqeti. Po, për të gojë edhe një rast, nështë nuk është rasti mediumëve. Jo, të regojë bashkë që të rase edhe po du me të regu pak se na po lexojmë ajete, hadithe këtë, po njëtën praktike që ka po ndodhë. Këtë deshta me thonë. Une shkovat në spital me shoqën dhe njerë, kur njoni në pa, tha, që ka përbanta shoqën e kam së mund, kur e paj, hajde tha, a i kështë jenë një nëzanë si shoqës time, se shoqën e kam avizet Kuranit edhe mirët me fëmi me mësimin e Kuranit. Hajde tha, ti ma ki mësu Kuranin me prit rënë këto, edhe për rënë, hinë mrenda. Kur hinë mrenda, ajo mbota është ka përjanon infuzionin, ku mësu së e me Kuranit, edhe ajo për ja ban shërbimin, tretmonin më ndrishe më një herë, për i ban dera ti pak ma shumë, u bon e drita, shka ku i Kuranit, edhe kur dali ma gje me pagujt një gjallë, e mësu së e me Kuranit, edhe aj nuk në mur pare për infuzionin, tha unë e paguj, 3 ndodhen ati, edhe i thomune, shqo, shpërblimi, se ty pite shpërblimin shka e ka aj, shka e mëson Kuranin. Në këtë dënjo, të mirët po vinë. Nuk po bojnë sabër për botën tjetër. E botën tjetër, Allahu e di se shka do t'i shpërbleja ata njerës të cilët u mësojnë Kuranin të tjerve.